Besimtarë të nderuar, vëllezër dhe motra, jemi në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit, në këtë muaj që Allahu na begatoi me mirësitë e tij të shumta, e veçoi nga gjithë muajt tjerë, muajin në të cilin ne adhurojmë Allahun, bëjmë ibadete nga më të ndryshëm që të afrohemi dhe të fitojmë kënaqësinë e tij. Do të themi disa fjalë për në këtë muaj, për një namaz i cili është simbol i muajit të Ramazanit, namazi Teravis, namaz që është sunnet falja tij, si për meshkuj dhe për femra, falet pas namazit të yatsis dhe para namazit të vitrit, ka një vlerë dhe rëndësi shumë të madhe. Vlera dhe rëndësia e këtij muaji është sikurse Allahu e bëri farz, obligim, agjerimin e Ramazanit, pejgamberi alayhis salam e bëri sunnet faljen e namazit të Teravis. Ky namaz që e fali vetë pejgamberi alayhis salam dhe mund të themi është simboli i muajit të Ramazanit, vlera të cilit është shumë e madhe, është theksuar në hadithe të shumta. Një prej tyre thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili agjeron Ramazanin edhe fal namazin e Teravis, namazin e natës, me besim të plot edhe me shpresë tek Allahu, do t'i falen gjunahet e kaluara. Është fjala të falja e namazit të natës, gjithsesi namazit të Teravis, dhe sipas këtij hadithit pejgamberit alayhis salam, ti hadithi fisnik të dërguarit të Allahut, falja e gjunaheve nëse janë ato të vogla, përndryshe sipas juristëve islam, për gjunahet e mëdha apo mëkatet e mëdha duhet të bërë teube, duhet të pendohemi sinqerisht. Pastaj kemi ky namaz, shembull i cili vetë pejgamberi alayhis salam e ka fal, është dalë në xhami, është falur me një pjesë të sahabëve, pastaj natën e dytë po ashtu, në natën e tretë kur janë mbledhur një numër i madh, pejgamberi alayhis salam nuk doli atë natë, as natën e katërt, kështu deri në kohën e Omerit radiallahu anhu, falej vetëm, përderisa Omeri radiallahu anhu i bashkoi, duke i parë në xhami njerëzit që ishin të ndarë, faleshin vetmas, faleshin grupe, vendosi që t'i bashkoi ata me një imam, Ubej ibn Ka'bin, dhe kjo traditë kështu vazhdon, e kjo traditë e cila është edhe një zëri është aprovuar nga gjithë sahabët, ka vazhduar kështu edhe vazhdon edhe deri në ditët e sotme, ndërsa sa i përket numrit të namazit të rekateve të namazit të Teravis, ato janë 20, plus edhe vitri, do thotë bëjnë 23, me këtë janë pajtuar edhe gjithë sahabët, pashtu edhe imamet e mëdhenj, dhe në medhhebin, juristët e medhhebit Hanefi, Shafi dhe Hambeli po ashtu, me përjashtim që dietarët e medhhebit Maliki thonë se i ka 36 rekate. Është vazhdu kështu edhe në ditët e sotme dhe vazhdohet, vlera e madhe e këtij namazit tregon në atë se ky namaz do t'i bie edhe të falemi edhe natën e Kadrit. E thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili falet natën e Kadrit, do të thotë fal namazin e Teravis natën e Kadrit, do t'i falen gjitha mëkatet e mëparshme. Gjitha mëkatet e bëra më herët. Dhe në këtë mënyrë ky namaz, cilin e falim rregullisht, është sunnet i fortë. Pejgamberi alayhis salam nuk vazhdoi në daljen e tij si imam për arsye që mos bëhet detyrim, mos bëhet farz, mirë po është sunnet i fortë, edhe vlera është e madhe, sa që thuhet në hadithe se ka vlerën sikur të jetë falur tër natën. Dhe për këtë arsye, falja e këtij namazit duhet me një përkushtim të madh, edhe të falemi mundësisht edhe me xhamat. Si përfundim, thot pejgamberi alayhis salam në hadith, men qama ma'al imami hatta yansarif, thot ai i cili falet me imamin, derisa imami ta përfundon, kutiba lahu qiyamul layl, do ta merr shpërblimin e namazit të natës. Do thot është qëllimi që do të falemi së bashku me imamin, derisa ai ta përfundoj namazin, dhe në këtë mënyrë
përfitojmë nga shpërblimet e mëdha dhe të arrijmë vlerën e madhe këtij namazi që është edhe një herët simbol i muajit të bekuar të Ramazanit. E lutim Allahun që të pranojë gjitha ibadetet tona, të na bëjë të vazhdueshëm si rob të tij të mirë.